Më në rregullu të shtëpi, Po. gjëra ushqimore, qëto. Që tu është banjë. Banjo, po. Banjës, Së është rregullume. derën e pas ka të thyme. Po, derën e thyme. Që është ka derën? Që derën e thyme, ko. Më në rregullu të shtëpi, Po. gjëra ushqimore, qëto. Përshëndetje të nderuar, ku do që jeni, ku do që na shihni nga ky ekran televiziv në RTI. Sot jemi në emisionin e parë, emision i cili quhet Të Harruarit. Nga fillimi mund të thoni, pse të harruarit? Mirë po, duke dalë në teren, e kam pa që emisioni duhet më quajt patjetër i tillë. Të harruarit nga shoqënia, të harruarit nga kujshia, të harruarit nga vllazëllaku, të harruarit nga shteti, institucionet apo çfarë do shoqate. Kush janë këta? Këto janë familjet tona që jetojnë në mesin tonë. Familjet të cilët ne i kemi lanë anash. Familjet të cilët ne nuk merremi me to. Familje të cilët na tregojnë se kemi harruar kulturën, traditën që si shqiptar e kemi pasur dikur. Dhe kjo është për të qajtë, dhe kjo është e trishtueshme kur dilsh në terren dhe të shikosh se si jetojnë, se si e kalojnë jetën, si e kalojnë kohën dhe çfarë është jeta për ta. Jeta për ta është vetëm një dhimbje të cilët ata jo që gëzohen që po vjen mëngjesi, mirë po e ndjejnë dhimbjen se do të kalojnë edhe një ditë me të mërshme se dita e djeshme. Dhe ne ishim në qytetin e Vushtrës, në Vushtrë tek një familje e cila sot në këtë vit dhe në këtë kohë dhe këtë shekull është e paarsyeshme të jetohet në një gjendje të tillë. Është familja e dy motrave, Ferizi, të cilat jetojnë të vetme në një shtëpi që nuk i ngjan dhe nuk i ka kushtet as minimale të jetesës. Ato që do të shohemi nuk kanë as ku të flejnë, nuk kanë as që të hanë e as që të pinë. Mirë po lufta e fundit në Kosovë i ka bërë që ato të jenë viktime dhunës nga terrori serb dhe gjendja e tyre ka kaluar ashtu. Sot janë harruar nga institucionet tona. Dhe ne, kur ju tham atyre se do të vim të ndihmojmë, ato vetëm ta thanë, inshallah, inshallah. Pse? Sepse ndoshta shpesh ju kanë thonë, mirë po askush si kanë ndihmu. Më në rregullu të shtëpi, Po. gjëra ushqimore, qëto. Jemi të një familje ku jetojmë në një shtëpi mjerisht në kushte ekstreme të këqija dhe janë dy motra të cilat jetojnë këtë shtëpi dhe nuk kanë tarna nga askush. Kështu që ne nga ky vend këtu lusim gjithë ata bamirës, atyre që u kanë zemra, atyre që e kanë hallën e detën e shqiptarisë, që na ndihmojnë dhe t'i ndihmojnë kësaj familje, ne t'i dalim i krah, sepse ne nuk jemi nga ata të cilët shkojmë vetëm tek ato familje, përfitojmë ndoshta për tyne, mirë po ne po mundohemi mi gjetë ato familje që as shteti, ndoshta as komuna e as ata që merren me bamirësi tjera nuk kanë mujtë dhe nuk janë afër tyne. Pas kësajna ne vazhdojmë me bisedën me Elfetën, Me Elfetën. Elfete Ferizi, dhe do të shohim edhe kjo na tregon. Zonja Elfete, na që e thajmë na këtu, edhe kismet më ndihmu, dhe lusim gjithë bamirësat më ndihmu.
Jo jeni këtu tha që ndihmë nuk keni për askujt. Jo për askujt. Veç atë pensionin. Veç atë pensionin validor, po. Sa euro e merrni? 120. 120 euro. A o ka ndikosh me u vizitu? Jo kërkosh. Komuna, Jo po, kërkosh, shteti, po, diçka? kërkosh, jo. Askush. Askush. Kështu që çfarë apeli, çfarë kërkese ti ki? Më në rregullu që shtëpi, Po. gjëra ushqimore, qështo. A mujna me hi mrena me këshyr? Po muni me hi. Qëtu është banjë. Banjo, po. Banjës Së është të rregullu me. derën e pas ka të thyme. Po, derën e Qëllë thyme. pak? Që është ka derën? Që derën e thyme, ko. Si derë burë. Po. Këtu e keni lavaborin. Po. Së të ferin. Ku e keni frigorifer, a ki? Je kom në atoni për kërëfer. Ku? Këtë në të të nësupë. Okej. Qëtu fleni, a? Po. Ku flen ti? Plej qëtë. Mota qëtë? Po de. Këtu ka nevoj edhe për ilaçe, edhe për gjithë shka. Dhe më thonë që prej azë deri në zhë, për një jetë që atë me jetu. Apo përdor ti ilaçe? Po. Shëqerit e shtypjese. Krejt. Krejt. Që kjo kusha këtu? Arbeni. Që kjo vloa? Po. Vlo. Vlohu, i Po. cili ka qenë gjendje të mirë po për shkak gjendjes që shka jetu dhe që Po. shkëjetën me motat e veta, ai ka kalu në depresion dhe është bërë bajage agresiv. Po agresiv. Që është tregoni edhe ju ka rrej. Po në ka rrej. Na jemi këtu pra dhe tash po e lojmë këtë familje. Kjo prap jetesën e ka të njëjtë rutinë dhe ka me hi me një dhomë që shepon, me një dhomë që ndoshta nuk i hijet mrena, mirë po shkaku që pa tjetër duhet me hi se buhet nata, ajo i detyrohet me hi. Dhe këtë familje për lojmë këtu me një amanet që del dikush t'ja hjek këtë gale dhe këtë dert, t'ja marrë një shtëpi dhe t'ja rregulluj. Së bashku kena mja dalë. Zoti edhe njerë ju në roft, e çdo dëshirë në e plotësoft.